Karakasi dhe Washingtoni kanë arritur një marrëveshje për të eksportuar deri në $2 miliardë naftë bruto nga Venezuela në Shtetet e Bashkuara tha të martën presidenti i SBA-s Donald Trump një negociatë kryesore që do të devijonte furnizimet nga Kina, ndërsa do të ndihmonte Venezuelën të shmangte shkurtime më të thella të prodhimit të naftës. Trump ka thënë se dëshiron që presidentja përkohshme Delcy Rodriguez t'u jap kompanive amerikane dhe atyre private qasjet e plot në industrinë e naftës së Venezuelës. Ndërkohë Venezuela ka miliona fuqi naftë të ngarkuar në cisterna dhe në rezervuar maganizimi, të cilët nuk kanë qenë në gjendje të transportojë për shkak të një bllokade mbi eksportet e vendosura nga Trump që nga mesi dhjetorit. Bllokada ishte pjesë e presionit në rritje të SBA-s mbi qeverinë e presidentit Nicolas Maduro që kulmoi me kapjen e tij nga forcat amerikane. Zyrtarët e lartë e kanë quajtur kapjen e Maduros një rrëmbim dhe akuzuan SBA-n se po përpiqet të vjedhë rezervat të mëdha të naftës së vendit. Venezuela do t'i kthejë SBA-s midis 30 dhe 50 milion fuqi naftë të sankcionuar, tha Trump në një postim në rrjetet sociale. Venezuela do të eksportojë naftë me vlerë $2 miliardë në SBA në marrëveshje me Washingtonin.